Në këtë moment ka përfunduar ndeshja e Superligës së basketbollit meshkuj, Vllaznia fiton ndaj Apollonisë me rezultatin 79-75. Me teknikun e Enil Llazanit të Vllaznisë, profesor, pas pyetjes tuaj, tabela elektronike akoma nuk është fikur. Janë akoma shifrat që tregojnë një fitore të ngushtë në shifra, por shumë me rivalitet dhe emocione, apo jo? Në vërtet, duhet përgëzoj ekipin e Apollonisë për lojën e bukur, që kanë ekip shumë të fortë. Sa herë që kena luajtur me to, kena kanë ndeshje shumë të vështira, që janë nda gjithmonë në sekondat e fundit të lojës. Ishte dëshira jonë që me arrit me kap pikavarazhin, por Apollonia në Fier na ka mujt me 8 pikë. Përpjekja jonë deri në fund ishte që me arrit me kap me më shumë se 8 pikë. Nuk pat me fat në fund, por e rëndësishme është që fitum sot. Dhe ne tash renditen me një fitore më shumë se Apollonia në vend 3, pra ne jemi në vend 3, ata janë në vend 4. Dhe kjo është më rëndësishme, apo se kapi vendin e tretë, ndoshta pra herë të parë që nga fillimi i sezonit. Në vërtet, është fitore shumë e rëndësishme për vazhdimsinë tonë drejt play-offit. Do përpiqena me e majt skuadrën në këtë tonus dhe të vazhdojmë ritmin pozitiv. Java e ardhshme na gjen në Tiranë kundër Partizanit. Dhe nëse fitohet edhe ndaj Partizanit, dakon fitoria e 6 radhazi? Varet, nuk e kam të qartë numrin tash, duhet ta shoh, por varet çdo gjë nga ndeshja jonë dhe performanca që do kemi. Gjithashtu edhe si do ndahen ekipet e tjera. Në të momentin na sakson edhe kolegu juaj Roni Xhexhe, kjo ishte fitoria 5 radhazi, që ka tregon që Vllaznia Basketit Meshkuj e ka nisur vitin 2026 me optimizëm dhe me sinjale të drejtë për drejta për një skuadër pretendente në këtë sezon. Duhet rrim me kam në tokë gjithmonë. Ne e kam thënë në çdo intervistë, ne çdo ndeshje e marrim me qëllim për dhënë maksimumin, fitojmë apo humbim, ne çdo ndeshje hym me dhënë maksimumin. Dhe pastaj ja lajm lojës fitoren apo humbin. Po ti marrim gjanat me radhë, rrim me kam në tokë dhe të punojmë fort, vazhdojmë këtë ritëm që jena. Krahas të tjerave dallova apo po themi konstatova gjatë ndeshjes së sotme se në tribunën e Pallatit të Sportit Azem Dervishi ishte pranishëm edhe Korab Llazani, ish basketbollisti i talentuar dhe sekretari i Federatës Shqiptare të Basketbollit, baba juaj që patjetër ndjen emocione kur Vllaznia fiton, por edhe djali fiton. Patjetër ka brohërit njësoj si gjithë tifozat që duhen falenderu shumë sot, sepse na kanë dhënë një energji të papame, na kanë shty në momente kritike të lojës me energjinë e tyre, është si një injeksion drejt për drejt në vena me adrenalin kur kena tifozerin këtë. Në fakt Korabi nuk ka qenë i pranishëm vërtemisht, por sot duket e ka ditur, e ka zgjedhur të ndeshje se ishte me të vërtetë emocionuese dhe e ka vlerëtur të vijë nga Tirana. Ishte ndeshje kritike për ne, për Vllaznin, po edhe për Apollonin ishte ndeshje kritike. Siç e thash, duhet pa se si do ndahen ndeshjet në vazhdim, do përpiqena maksimalisht me rujt këtë rezultat dhe me vazhdu punën e mirë. Ke shikon në katërshën finalistët e play-offit, për momentin është zgjidhja Tirana, Vllaznia dhe Apollonia e katërta? Po, për momentin kjo është katërshja, por nuk i dihet asnjëherë se si vazhdon ecuria në kampionat, është herët me fol. Kena edhe rreth, mos u gabofsha, 9 ndeshje, cilat janë për të luajtur, janë numër i konsiderueshëm. Është Kupa e Shqipërisë përpara, ku do përpiqen edhe aty me dhënë maksimumin. Ekipi është drejt rrugës së duhur, por kena shumë punë për të bërë. Profesor Rime, ka qenë një natë, më të themi, fatuar, gëzuar për tifozët shkodran, qoftë të futbollit që fitoi Vllaznia në Loro Borishi, që gati ishte në të njëjtën orar ndaj Partizanit dhe fituat edhe ju. Jam shumë mirënjohës për tifozerin që na mbështeti sot. Faleminderit. Sukses në takimin e ardhshëm. Faleminderit.